إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah në falenderojmë, selamat dhe salavatet qofshin për më të dashurin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Shikues të nderuar, tani jemi duke shpjeguar gjuzin e 5 me radhë dhe javë pas jave po i shpalosim gjuzat e Kuranit duke kërkuar udhëzimin e Allahut të lartësuar. Nëse shikojmë se secilin urdhër Allahu i lartësuar ja ka bërë profetit sallallahu alaihi wasallam në kërkim të shtimit të diçkaje, e shohim se e ka urdhëruar që t'i shtoj diturinë dhe i thot wa kur rabbi zidni ilmen, dhe thuaj o Zoti im, më shto diturinë. Nëse e shikojmë sa bukur që vjen vargu i ajeteve më njëherë pas disa ajeteve, Allahu i lartësuar orienton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të mos e hedh shikimin tek bukuritë dhe stolit e kësaj bote të cilave i ka dhënë të tjerëve. Mirë po, i tregon që risku më i mirë është ai risku furnizimi i Allahut të lartësuar. O i thot, "Wa rizquka rabbika khairun wa abqa", furnizimi i Zotit është më i mirë dhe është i qëndrueshëm që vazhdon përgjithmonë. Ky risk është edhe mësimi i Kuranit, kuptimi i fejes, imanit dhe kërkimi i udhëzimeve të Allahut të lartësuar në fjalën e tij. Në gjuzin të cilin sapo do ta shpalosim dhe do t'i shpjegojmë kuptimet e tij, e shohim që Allahu i lartësuar ka përmbledhur në këtë gjuz në surën Nisa, e cila për objektive ka rregullimin e familjes, rregullimin e raporteve bashkëtorë, pastaj i shpalos disa kurtha të hipokritëve dhe hebrejve që i ngrisin kundër besimtarëve. Po ashtu flet për ruajtjen e drejtësisë dhe gjykimin me drejtësi dhe ruajtjen e amaneteve. Pastaj flet për gjunahin më të madh, shirkun. Pastaj flet po ashtu Allahu i lartësuar në këtë gjuz që është kryesisht tek surja Nisa, shpjegon për shejtani se si i ngrit ato kurtha dhe intriga kundër besimtarëve, i cili insiston në devijimin e madh të njerëzve. Pastaj Allahu i lartësuar flet edhe për dënimin e atij njeriu që e vret dikë pa të drejtë. Po ashtu flet për shkurtimin e namazit, flet për po ashtu për namazin e frikës dhe metoda se forma se si falet ai namaz. Pastaj tregon për disa vese të hipokritëve që ndërtojnë që i falin apo i kryejnë adhurimet me përtaci dhe nuk e përmendin Allahun e lartësuar vetëm se pak. Me mua së bashku në shpjegimin e këtyre temave është Hoxh Mirësim Maliqi dhe Hoxh Ehad Dorguti. Mirë se vini. Lutim Allahun e lartësuar të na mundsoj që të përfitojmë nga shpjegimi i këtyre gjuzave. Hoxh Mirësim, në vijim kemi një çështje shumë më rëndësishme në aspektin e gjunaheve të vogla, mëkateve të vogla dhe gjunaheve të mëdha. Si e bëjmë një kuptim, një shpjegim se si besimtari të del faqevarë në ditën e gjykimit tek Allahu i lartësuar me më pak gjunahe dhe del faqevarë tek Allahu i lartësuar? Faleminderit shumë. Saktësisht atë që ka përmendur Hoxh Blerem që kjo sure prej synimeve të saj ka edhe rregullimin e shoqënisë. Nëse një prej ajeteve që është in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, nëse ju shmangeni mëkateve të mëdha, ne ju falmi juve ato të tjera të vogla. Nëse e kishim lidh këtë ajet me këtë objektiv të surës, i bie që shoqënia ndërheqet dhe rregullohet nëse e kena një koncentrim tek shmangja për mëkateve të mëdha. Sepse Kurani dhe diskursi kuranor nuk synon ndërtimin e një shoqënie angjëllore, kuptimin që nuk ka fare gabime, fare lëshime, nuk dilet prej natyrës njerëzore, po në anën tjetër krijohet një vlerë mesatare e një kulture të shmangjes me mëkateve të mëdha. Saktësisht shoqënitë dhe qytetrimet nuk ndërtohen nga vlerat maksimale, po as nga vlerat minimale. Saktësisht ndërtohen në bazë të vlerave mesatare. Kuptimin që ne mund të kemi një shoqëni njerëz shumë devotshëm, njerëz që ndoshta as nuk dinë të mëkatojnë, as që janë domthonë të pastër. Mirëpo kemi të tjerë që janë shpërfillës. Kush duhet me përcaktue mesatarën e shoqënisë, janë ata cilët e kanë kulturën e shmangjes për mëkateve të mëdha. Ndaj shpesh diskursi i cili fokusohet shumë tek mëkatet e vogla, shpesh ndodh që i bën favorin kurthave të shejtanit që të binë njerëz në mëkate të mëdha. Domthonë ashpërsohet diskursi fetar kur bëhet fjalë për mëkate të mëdha. Dhe nëse ndërtohet një shoqëni kësaj, kuptimin që
mëkatet e vogla do t'i shmangim maksimalisht, po fokusi edhe vëmendja më e madhe tjetë te shmangja për mëkateve të mëdha, ndërtohet një shoqëni e cila pastaj ndërton si vlerë mesatare e devotshmërisë. Ndaj nëse morëm sërish si referim surën An-Nisa, për shembull sura An-Nisa merr emrin në gratë. Nëse për shembull muslimani i kërkohet dora e vajzës së tij, edhe ai e jep tek një antar i shoqënisë që e di që mund të mos jetë më i miri, po nuk është i pëlqyer me mëkate të mëdha. Edhe ai që ka kulturë që nuk është i relaksuar me mëkate të mëdha, nuk bën zullum, nuk e shkel kontratën, nuk tradhton, nuk kalon në forma të cilat nuk i pranon feja, nuk i pranon kultura, nuk i pranon logjika, nuk i pranon natyrshmëria. Do thonë, shumë më lehtë renditet një shoqëni, në këtë rast familja, nëse ajo shoqënia e ka ndërtuar këtë si vlerë të përgjithshme, jo si vlerë të veçantë. Dhe këtu shpesh ne kemi një krizë në ligjërimin fetar, po edhe në përvetësimin e vlerave fetare, ku vlerat të veçanta të individëve të caktuar nuk i lexojmë si raste të izoluara, po tentojmë t'i shesim si modele të përgjithshme. Modeli i përgjithshëm është domethënë shmangja nga mëkatet e mëdha. Dhe këtu nuk duhet të shikohen mëkatet e mëdha si një natyrshmëri e rënjes. Natyrshmëria e rënjes ka të bëjë me mëkatet e vogla, jo me mëkatet e mëdha. Do thonë, nuk është e natyrshme rënja në mëkatet e mëdha. Është joshëse, po, është provokuese, po, përputhet me egon e njerëzve, po, ama jo që është e natyrshme. Natyrshme është mos me vjet. Natyrshme është mos me bë moralitet. Natyrshme është mos me bë shirk. Kjo është e natyrshme. Jo do të thotë rënja tek mëkat. Dhe Allah subhanahu wa taala jep këtë premtim. Domethënë nëse ju i shmangni mëkatet të mëdha, unë ha falit të tjerat. Kuptimi që krijohet një lloj rahatie në raport me Zotin, që njeriu teksa e sheh veten që nuk është në një fetari të përkryer tek pjesa e mëkateve të vogla, megjithatë shpreson që këto do të shlyhen shkaku i përkushtimit të tij ndaj Allahut subhanahu wa taala duke u shmangur mëkateve të mëdha. Pra besimtari bën çmos që t'i evitoj dhe t'i shmang gjënat të mëdha, edhe e ka parasysh që mëshira e Allahut të lartësuar duke e pa atë sakrificën, atë përpjekjen që t'i shmang gjënat të mëdha, edhe t'i falen edhe lëshimet e vogla nëse ka rënë me dije apo pa dije në to. Hoxha had në vazhdimin e këtyre ajeteve të bukura të surës Nisa, e cila e përmbledh shumë tematika në jetën shoqërore të besimtarit, është po ashtu një pjesë që i fokusohet tek familja. Më saktë tek roli i burrit dhe mosmarrveshjeve mes burrit dhe bashkëshortes në familje. A mund të na shëndetësh pak me disa mësime nga këto ajete në vim? Allah shpëlbeft. Pra, besoj që e ke për qëllim ajeti 34-35 surës An-Nisa, ku në këto ajete për Allah i madhënëm këtë sure, e cila është sura e grave, pra An-Nisa, emrin e ka marrë për shkak që ndër tjera, dhe më thënë, si edhe shumë rregulla të cilat kanë bëjnë me familjen tërësi, e nëse kthehemi pra edhe themin çka është familja, pra familja është një bashkim i bashkëshortëve, pra një burrit edhe një gruas, cilët pastaj përbëjnë bashkërisht familjen, edhe kjo është ajo celuleve dhe e shoqërisë. Na duhet me u munu që me u kujdes që familjet tona më kanë të shëndosha në të gjitha aspektet, po edhe në një aspekt i cili fatkeqësisht kohëve të fundit, domethënë ja ka nisë me u sulmue, jo ka të bëj pak ka shumë edhe me hierarkinë e familjes, pra çush duhet më organizu hierarkia brenda familjes, gjithashtu edhe shërimi i mosmarrveshjeve të cilat janë thuajse të pa evitueshme. Pra në jetën bashkëshortore është normale që her pas here me lind mosmarrveshje, edhe këto ajete neve na udhëzojnë çysh me i zgjidh këto mosmarrveshje dhe çysh me ardh deri tek një zgjidhje e cila nuk e prish familjen, mirë po e bën që me i kalu me, le të themi, me patjetër secila mosmarrveshje pastaj krijon edhe ato plagë të saj, po në mënyrën më të lehtë pra me i kalu këto plagë edhe me i sharu. Pra Allahu më thotë ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Qawwam nëse kthehemi i bjen është ai që drejton. Ar-rijal janë burrat edhe an-nisa janë gratë. Pra përgjithësia e burrave është që me i drejtu gratë, që i bjen që hierarki në kulmin apo në pikën kryesore të hierarkisë duhet me qëndru burri, dhe ky është autoriteti
që duhet me gëzu burri brenda familjes, nëse dojmë që një familje më udhëheq ashtu qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëheq familjen e tij, e pastaj edhe sahabët, edhe kështu me radhë, domethënë me shekuj, edhe kjo kohë domethënë normale, edhe do të duhej me kohë normale deri kohëve të fundit, domethënë kur kanë dalë disa zëra të cilat e quajnë lëvizje feministe e kështu me radhë, ku e kanë për qëllim me sulmu familjen në thelb. Na duhet të qenë të vëmendshëm dhe vigjilent, nuk duhet më ra prej kësaj ideologjie të prishur, e cila domethënë e sulmon familjen duke i dhënë shpresë apo duke ushqyer me një imazh të bukurit që duket nga jashtë mirë, por që nga brenda e sulmon familjen. Pra, Allahu më dhom neve na mëson që burri është ai i cili e drejton familjen, është ai i cili ka autoritetin kryesor brenda familjes, mirë po është edhe e kushzuar. Që kjo vjen si rezultat i përgjegjësisë që e ka për me mbajt familjen, me ushqy familjen, me u kujdes për sigurinë e saj, veçanti për edukimin e familjes, pra bara e përgjegjësisë bjen mbi burrin, nuk është vetëm autoriteti. Prandaj sa herë që ka cenim të përmbushjes së përgjegjësive, pastaj është normale që mu cenu edhe autoritetet të cilën do duhet me egzu burri. Pastaj Allahu i madhum këtë ajet i përmend 3 nivelet e trajtimit problemeve brenda familjes. Edhe këto shumë herë marrin edhe e përdorin apo e keq përdorin, e nxjerrin prej kontekstit, duke më usulmu Islami, domethënë që Islami nuk i jep drejtat gruas, domethënë pallavrat e tilla i kena dëgjuar shpesh. E përkundrazi. Domethënë Islami përpiqet që me izolu, pra Kurani na mëson, Allahu i madhëm na mëson që me izolu mosmarrveshjen brenda familjes njëherë. Që burri dhe gruaja me mundu me gjetë zgjidhje. Prandaj edhe përmend 3 etapa të cilat përmenden kët ajet. Pra e përmend së pari këshillën që burri do të më ia drejtojë gruas. Gjithherë po flasim nëse burri është në nivelin e detyrës, i ka përmbush përgjegjësitë e tij. Pastaj thotë një lloj distancë që duhet me e kriju, në mënyrë që me ditë që çfarë pasojë ti ka nëse prishet një familje. Pra edhe burri është çuçi është pa gru, po edhe gruaja është çuçi vjen me kon pa burr. Edhe në fund e përmend thotë fadribuhunna, që goditini ata, e që shumica mufesirëve, komentatuesve të Kuranit kanë thënë që nuk është për qëllim goditje e cila shkakton dhimbje. Aq më pak lënduse, po as që shkakton dhimbje. Domethënë dhimbje fizike që shkakton. Po është përkundërzi është goditje qortuese, sa kanë përmend disa që më kon goditje me misvak. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht e kanë ndalu tërësisht. Po pastaj janë shku disa sahabë dhe në anku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë thënë që gruaja për natyrën e saj ndonjëherë edhe din me dal për vetit, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka leju. Kur e kanë marrë këtë lejes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e kanë keq përdor, atëherë janë shku me anku gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë laqad atafa bi ali Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nisaun kathir yashkuna azwajahunna laysa ulaika bi khiyarikum. Thot shumë prej grave kanë ardhur tek familja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata janë ardhur me anku për burrat e tyre. E thot nuk janë të mirë këta burra, nuk janë më të mirë, nuk janë zgjedhur pra burrat e tillë të cilat i sulmojnë gratë e tyre, domethënë meqense Islami e kalon edhe shkurorëzimin. Nëse nuk ka raport mirë, e fundit është shkurorëzohen edhe secili ndan në rrugë. Po para kësaj është një zgjidhje tjetër. Atëherë kur ka vullnet, nëse eskalon gjendja dhe duhet me dalë jashtë familjes. Pra mas pari përpiqemi me izolu brenda, që me gjetë mirë kuptim burri edhe gruaja, bashkëshortet me gjetë mes tyre. Nëse eskalon çështja, atëherë zgjidhet një urtar, një njeri urt për familjes gruas dhe një për familjes burrit, edhe dal ka dalë që me i afrua dhe me i shëru mosmarrveshje të cilat i kanë. Këto i kena, domethënë gjitha i kena udhëzime fjalë për fjalshme në këto 2 ajete të kësaj sure, e cila pra i trajton këto. Kanë ardhur këto ajete tamam që të zgjidhet çështja, të jetë fokusi në zgjidhjen e problematikave mes bashkëshortëve dhe jo të kërkohet ajo zgjidhja e tretë edhe të përfundon më një herë me ndarje mes çiftit. Madje Allahu i lartësuar në këtë ajet e përmend i yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Nëse ata dy, pra burri dhe gruaja, e dojnë përmirësimin e raporteve dhe janë sinqert në këtë synim, Allahu i lartësuar yuwaffiqu, ju jep sukses, ju jep përkrahje që mu pajtu. Dhe kjo është ajo çfarë kërkohet zatën tek problematika që me bashkëbisedu, me ul, me mendje të qetë, jo me emocione, që me përfundu deri tek ato gjykimet që mbase pastaj i bjen pishman, po mbase edhe do të jetë pak vonë. Pikërisht është se nëse i kthehemi edhe kontekstit kohor, pra kur kanë zbritur ajete, në shoqëritë që kanë zbritur, domethënë gruaja kanë përçmuar në gjitha aspektet në shoqërinë e arabëve të ignorancës. Tek feti
tjera e ka pas të ndaluar me shkruarzimin. Domethënë nuk ka pas kur farzgjidhje. Ndërkohë që Islami ka thënë, nëse don me jetu i qetë, don me jetu rahat, don me jetu si njeri, merr edhe merr vesh me gruan tënde. S'mundesh më marr vesh, merrni nga një përfaqësues, autorizoni secila familje në mënyrë që me gjet një gjuhë të mirë kuptimit. Nëse edhe kjo s'ka, atëherë e treta është ndarja. Pra ose një jetë bashkëtorë që ashtu siç duhet, ose secili ndon rrugët e tij, edhe Allahu secilit pastaj i jep suksese për me inshallah me implementu që është më e rëndësishme dispozitat fetare në përgjithësi, sepse kjo është një pjesë prej tërësisë së Islamit. Pastaj hoxh vazhdojnë disa ajete kur Allah i lartësuar më njëherë pas udhëzimeve që jep muslimanëve në përmirësimin e familjes dhe raporteve bashkëtorë, Allah i lartësuar i sjell disa ajete të bukura që sikur është një ndërlidhje shumë e mirë, që sikur burri duhet të ketë raport të mirë me gruan e tij, me familjen e tij, dhe kjo duhet të vazhdojë edhe në raport me të tjerët. Dhe Allahu thotë: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Dhe adhuroni vetëm Allahun dhe shmangjuni idhujtarisë. Sikur gjithë kjo sjellje e mirë e besimtarit që duhet ta ketë, zanafillin dhe burimin e ka tek adhurimi i Allahut dhe madhërimi i Allahut. Pastaj vazhdojnë ajetet: "Wa bil walidaini ihsana." Dhe ndaj prindërve të jetë sjellje e mirë. Madje kjo ihsan është sjellja më e mirë, bamirësia, jo vetëm ajo kur kërkon prindi prej teje, po ti duhesh të paraprish kur ja din ato çfarë i pëlqen prindit. Kjo është ajo elbir, kjo është ajo ihsani. Se kur të kërkon prindi prej teje, atëherë më është bë obligim. Mirë po kur ti t'ja paraprish plotësimin e dëshirave, nevojave, sjellja mirë, kjo është ajo që rrjedh prej bamirësisë e kërkuara prej besimtarit. Vazhdon pastaj Allah i lartësuar na tregon që të kemi sjellje të mirë jo vetëm me prindrit, por pastaj edhe me të afërmit, qofshin ata të afërm nga gjaku, të afërm afër shtëpisë apo kalimtarët, udhëtarët, dhe vazhdojnë ajetet derisa Allah i lartësuar e çorton një grup të besimtarëve. Cilët janë ata besimtarë? Sikur Allah i lartësuar i edukon besimtarin që nëse ka raporte të mirë me bashortën e vet, pastaj me prindrit, me fëmijët, me familjarët, me të afërmit, qofshin me ata udhëtar që kalojnë nga qyteti i tij, me gurbeqar të kështu me radhë, Allah i lartësuar e qorton një popull, një soi të njerëzve që kjo sjellje e tij e mirë, to veprat mirë të tij të mira nuk duhet me bë këto që më bë më i madh, më bë arrogant ndaj të tjerëve. Edhe saqë ndoshta edhe mos mi shpenzu në rrugt të Allahut, më ndihmu të tjerëve, madje i qorton që mos bëhen pengesë nga që t'i ndalojnë të tjerët. Pastaj edhe thot Allahu i lartësuar: "Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Nuk e don Allahu i lartësuar çdo kos që është arrogant dhe hun përpjet dhe mendje madh. Edhe thot Allah: "Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhli." Janë ata të cilët janë kopratës dhe urdhërojnë njerëzit për kopratësi. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, madje edhe i fshehin ato begati që i kanë prej Allahut të lartësuar. Wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina, dhe ne kemi përgatitur një dënim për jo besimtarët, dënim të ashpër. Pastaj Allahu i lartësuar qysh me pas me ajetet vjuese përmend një ajet kur Allahu i lartësuar i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është një transmetim që pejgamberi i ka kërkuar Abdullah ibn Mesudit që t'ia lexoj disa ajete. Dhe Abdullah ibn Mesudi thotë: "Qysh unë me të lexoj Kur'an kur ti duka zbrit Kur'ani?" Atëherë thotë: "Unë po kam qejf që më dëgjoj prej dikujt tjetër." Dhe vazhdon Abdullah ibn Mesudi t'ia lexoj surën Nisa, derisa kur rrin tek ajeti: "Wa kayfa idha ji'na bika ala ha'ula'i shahida." Si do të jetë çështja jote kur do të sjellim në ditën e gjykimit, kur ummeti do të jetë dëshmitar ndaj teje, sa a ke kuptuar mesazhin apo jo. E shohim që e transmeton Abdullah ibn Mesudi në hadithin e saktë, thotë kur e kam hedh shikimin drejt pejgamberit, ka qenë duke qajt. Dhe këtu e shohim që libri i Allahut të lartësuar është kitabun anzalnahu ilayka mubarak, është libri i bekuar. Yadabbaru ayati, që ti meditojmë ajetet, waliyatadhakkara ulul albab. Dhe këto ajete, këtë meditim të ajeteve ta vendosësh në praktik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke dëgjuar surën Nisa, ka qajt. Qysh ka qajt? E ka medituar gjendjen në ditën e gjykimit. Tash pyetja për neve, a ndalemi ne ta meditojmë pak a shumë si do të jetë gjendja jonë në tmerrët e ditës së gjykimit. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rasul ka qenë me gjunahet e falura, me gjunahe i mbrojtur nga gjunahet e të ardhmes, megjithatë pejgamberi më i mirë, pe ulul azm min ar-rusul, kur i lexon surën Nisa, fillon me kajt. Fillon me kajt duke e paramenduar veten se kur del para Allahut në ditën e gjykimit, a e ka kuptuar mesazhin apo jo? Hel bellag, për ata edhe ka zbrit ajo ajeti në fund në surën Maide që do ta trajtojmë në gjuzin tjetër inshallah. Pastaj
Allah i lartësuar në ajetet në vijim flet për një gjuna të madh. Ky gjuna të cilin Allah i lartësuar nuk e fal, madje përmendet 2 herë në këtë sure, është shirku. A mundesh të na tregosh hoxh se ku është ai sekreti që Allah i lartësuar këtë gjuna nuk e fal? Dhe ku është ai sekreti që ta kuptojmë urtësinë, sepse pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam më së shumti çfarë është friksu për umetin e tij ka qenë shirku. A mund të na tregosh pak për ajetet në vijim? Në fakt ajeti që po bëni me shenjë është një ajet që përmend vetvetes se ka një përgjigje. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nuk e fal që më bësh shirk atij, edhe pas këtij mëkati fal kudo, pastaj vazhdon wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima. Kushdo që bën shirk ka shpif një mëkat të madh. Nuk është e pa urtësi përdorja e fjalës shpifje, se shirku si koncept, si ide është një shpifje dhe një sajes shumë, domethënë me një qëllim absolutisht parsjetuar. Kuptimin që shumë mëkate kanë një motiv. Për shembull, shumë mëkate si motiv dhe si nxitje kanë epshin, ëndja, dhënien përparësi vetvetes, ngopjen ose zhytjen në disa epshe kështu më radh. Ose disa të tjera kanë arsye të paqëndrueshme. Mirpo e ka një logjik ku përpiqet dikush ta ndërtojë një kotësi edhe rrëdhëmisht mbi atë arsye. Nëse e shikojmë shirkun, as nuk ka motiv, as nuk ka arsye. Domethënë nëse e këshir motive, çka mund të më kanë motive më lut një krijesë? Cili mund të më kanë motive që me gjet prehje tek lutja për tek një krijesë, tek një gur, tek një profet, tek një angel, kështu. Pas ka arsye. Sepse adhurimin e meriton ai i cili ka sjellë në ekzistencë. Adhurimin e meriton ai i cili është absolut, nuk është relativ. E kështu me radhë. Ndaj është një rivat që është një Bejhaqiu pe Udardës radhiyallahu anhu, domethënë ka shumë sakt që Allah subhanahu wa taala pas ka thonë mes meje dhe krijesave është një gjë e çuditshme të ndodh. Diçka e çuditshme, domethënë Allahu e quajnë nabaun azim, një lajm i madh, një mohabet i madh. Çka është? Thotë unë i krijoj, dikush tjetër adhurohet. Unë i furnizoj, dikush tjetër falënderohet. Domethënë arsyeja pse domethënë shirku është i pafalshëm, pikërisht ka të bëjë me këtë. Sepse absolutisht është vetë përcaktim në të kotën pa ndonjë motiv dhe arsye. Edhe prandaj është i pafalshëm i parsjetueshëm. Dhe pikërisht këtu është edhe frika për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se shirku është i pakompenzueshëm. Shumë mëkate të tjera mundën kushtimisht thonë mu kompenzu situata të caktuara me ndonjë dënim, me ndonjë dëshkem, me ndonjë dhimbje, me ndonjë diçka që realisht ka kompenzim, por mos mu përjetësu dënimin në ditën e gjykimit. Ndërkaq nuk vlen kjo edhe për shirkun, se është i pakompenzueshëm, dhe e dyta është përfundim fatal. Në krejt të tjerat e kanë një përfundim të së keqës, po dejnë dikush shkon e keqe. Këto është përfundimi fatal. Po edhe tjetra që unë këtu besoj shumë është ai arsye pse Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka pas shumë frikë për umetin e tij tek çështja e shirkut, se nëse shikon domethënë strategjinë edhe regjinë e shejtanit për devimin e njerëzve prej te populli i Nuhit e me tutje, gjithherë vëmendja u kon te shirku. Pse? Se shejtani e llogarit projekt të realizuar edhe mision të kompletuar përfundimin e njerëzit në shirk. Se dhe përfundimi ku e çon pastaj. Ky përfundim ku e çon? E çon për gjithmonë xhenem. Domethënë, nëse shejtani arrit me prish një familje, ka arrit një sukses të madh. Nëse shejtani arrit me çon njerin në një shëndet të rënduar mendor, shpirtëror, prap ka llogaritë sukses. Me po këto janë suksese të vogla karshi suksesit, domethënë në projektin e tij, në ambicien e tij, në agjendën e tij, projekti i përfundimit të njerëzve domethënë zjarmin e xhenemit për gjithmonë. Domethënë, edhe nëse e çon në një mentalitet mëkatarësh, që e zhyt në gjunoa, po prap një ditë pasi të pastrohet me mëkateve në zjarrin e xhenemit del dhe shpëton nga përjetësia në zjarr. Shejtani konsideron projekt gjysmak. Ndaj domethënë këmbgulja e tij është me çunjerin e shirk. Prandaj nëse i vëmë re edhe këto ajete, po edhe të tjera, shumë prej këtyre kontekste që Allah i drejtohet besimtarëve. Sepse besimtarët duhet me ndjer rrezikun e shirkut. Sepse shpesh aty ku njerëzit janë të relaksuar, që nuk ka rrezik për shirkut, bash aty në shirku. Hem në një formë prej formave që shejtani e ka atë përvojën e gjatë me njerëzit se si domethënë çon deri tek shirku. Ndaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka pas frikë, dhe të kemi vëmendjen ka pas frikë kur kanë mesin e tij edhe shtrëthu nga njerëz më të mirë. Njerëz më të mirë pikërisht ka pas frikë edhe ka paralajmëruar këtë gjendje që shirku është i fshehtë. Gjithherë domethënë vën me metoda të tinzisë së shejtanit që me qenë sa më i pranishëm edhe sa më shumë janë rreziku fetarin. Megjithatë, domethënë është mëkat i parsjetuar, i pa mbështetur me një motiv dhe një arsye,
edhe është mosmirënjohja më e keqe që i bëhet Allahu subhanahu wa taala. Është shpërfillje më e madhe e hynjshmërisë së Allahut. Ai krijon, adhurohet dikush tjetër krahas Allahut. Ai furnizon, falënderohet dikush tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Krim i madh. Po këtë duhet ta përmendim një çështje më e rëndësishme. Nëse dikush ka rënë në shirk, përderisa është gjallë, dera e pendimit për të është e hapur dhe fjala është që është i pafalshëm nëse dikush vdes me këtë gjëna. Andaj besimtari në çështjen e shirkut duhet të jetë shumë i vëmendshëm, duhet të jetë të mësoj hollësitë e tij, degëzimet e tij, llojet e tij është i madh apo i vogël dhe së paku të insistoj nëse Ibrahimi alayhis salam ai që ka ndërtuar Qabën, është friksu për shirkun, për veten dhe për sarsit e tij, kush jemi ne të tjerë të cilët jemi të sigurt në këtë çështje. Pra duhet të jemi të kujdesshëm në aspektin që ta shtojmë vigjilencën dhe kujdesin në mësimin e hollësive të shirkut dhe të përcjellim mësimet e çështjes të doktrinës së akides në përgjithësi. Hoxha kemi një çështje tjetër çfarë Allahu i lartësuar përmend në vijim, është çështja e amanetit, çështja e bindjes ndaj autoritetit përkatës. A mund të na tregosh pak a shumë në ajetet në vijim? Po, në surën Nisa, pak a shumë janë çështjet konkrete. Pra, gjithçka është konkrete. Për fillimit surës ku trajtohen pra organizimi i familjes, drejtat e gruas, drejtat e burrit, drejtat e trashëgimisë. Pastaj në këtë pjesë të cilës po i referohesh, Allahu i Madhum pra decidivisht na thot inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Pra Allahu ju urdhëron, pra urdhëri i Allahut është që mi përmbush obligimin që i keni ndaj atyre, ndaj secilit që i meriton ato. Pra pak a shumë plotësojeni amanetet, e çka është emaneti, diçka që ty të besohet për dikon tjetër. Pra nga Allahu i Madhum neve na është besu që me përmbush tauhidin edhe me u largu shirkut. Kjo është domethënë për amanetave kryesore që janë rëndon mbi supet e secilit njeri. Pastaj nuk është vetëm kjo. Secili obligim, secila ndalesë është emanet për Allahut për neve, për Allahu na e ka besu neve që na do të ndalohemi. Nëse i përmbushim, pastaj kena edhe pjesën e shpërblimit. Sikurse nëse i shkelim këto emanete, nuk i përmbushim, është pjesa e ndëshkimit, Allahu na ruaj. E pastaj kjo si prej kësaj kjo pjesë zgjatohet edhe tek krijesat në përgjithësi. Pra na kena të drejtat reciproke, kena obligime të reciproke ndaj njëri tjetrit, po. Edhe duhet mi përmbush ndaj si të tilla. Prandaj thot Allahu, pjesën e parë thot e rëndësishme, pra Allahu ju urdhëron që mi plotësu emanetet, pra mi u plotësu gjërat që janë besu juve, mi plotësu drejtat dhe obligimet e njëri tjetrit. Dhe pastaj thot kur gjykoni, atëherë domethënë mes njerëzve gjykoni me drejtësi. Pra kjo është norma e cila duhet me mbretëno. Prandaj nëse i kthehemi ndërhyrjes paraprake që e pata për familjen, nëse gjykon me drejtësi, atëherë e gjen hierarkinë brenda familjes. Ndërkohë nëse gjykon pa drejtësi, atëherë i barazon anëtarët e familjes të cilët nuk janë njëjtë. Nuk është sikurse fëmia, sikurse prindi, nuk është sikurse burri, sikurse gruaja. Pra, duhet me pas drejtësi në harmoninë që apo në rolet e tyre që kanë brenda familjes, po gjithashtu edhe drejtësi në brenda shoqërisë në tërësi. Vetëm pasi të kuptohen këto. Vetëm pasi të kuptohet secila përgjithësi që duhet me u përmbush duke i plotësu gjërat të cilat janë besu ty. Qoftë për rolit të atij që jenë pushtet, qoftë për rolit nëse jenë në sistemin edukativ, qoftë për rolit të gjykatësit. Pra, pa marrë parasysh në cilin funksioni, në cilin fushje, nëse i plotëson emanetin që i ke marrë, pra ato që të është besu ty ndaj atyre njerëzve, që atëherë pastaj respektohet edhe autoriteti i cili përcaktohet pra brenda këtyre ajeteve ku Allahu i Madhum na thotë që më së pari apo fillimisht bindja është për Allahun e Madhum. Pra bindja ndaj Allahut të Madhum është e pa kompromist. Na i bindemi Allahut të Madhum pa marrë parasysh rrethane, pa marrë parasysh gjendjes, bindja ndaj Allahut të Madhum është e pa kontestueshme. Si zgjatimi i kësaj është edhe bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, meqense vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve bindja ndaj Allahut të Madhum. Në radhë të tretë, pastaj vjen edhe bindja ndaj atyre që kanë në përgjithësi çështjet tona. Nuk janë nis prej udhëhecit kryesor, e pastaj dal nga dal, mund me dal deri tek udhëheci i familjes që paraprakisht e përmendëm që është burri. Pra, secili duhet mi përmbush pari detyrat e tyre, për këtyre, e pastaj është idenë që ne jemi të bindur ndaj tij dhe në këtë formë evitohet padrejtësia, evitohet anarkia, qoftë ajo brenda familjes, sepse një familje e cila nuk ka një hierarki të qartë, jeton brenda një anarkie. Pra nuk dihet kush çka po bën, nuk dihet
kush pytet, nuk dihet çfarë rregulli është vendos. Gjithashtu edhe në shoqëri, pra nëse mungon respekti për udhëheqësinë, atëherë shoqëria kalon në anarki, ku drejtat e njerëzve shkelen, ku haku i tjetrit hahet edhe nuk ka mundësi me u mbivendos pra drejtësia në raportet mes njerëzve. Pra shohim që drejtësia në feja, drejtësia është si sinonim i fesë tonë islame. Dhe shohim që Allah i lartësuar, sikurse e ka urdhëruar që të ruhen 5 domosdoshmëritë e jetës, ajo rujtja e imanit, rujtja e jetës, rujtja e mendjes, pastaj e pasurisë edhe nderit. Shohim që edhe amaneti e ka një vend që qohet tek vendi i duhur. Madje edhe Allah i lartësuar e do drejtsinë dhe është i drejti absolut dhe kërkon prej neve që të jemi të drejtë. Në ajetin e vim shohim që kjo drejtësi plotësohet, duke nisur qysh në fillim me ndarjen e trashëgimisë, të cilën e kemi përmendur në surën Nisa, e deri në fund që përmbyllet kjo sure, sikur e ka si nxjerrim të përgjithshëm që gjykohet në atë çfarë Allahu i lartësuar ka ligjësuar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur. Madje ajetin e vim thot: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Jo për Zotin ton. Allahu i lartësuar betohet në veten e tij të lartë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot nuk kanë besu besim të plot, nuk e kanë plotësuar besimin e tyre deri kur nuk mund të konsiderohen besimtarë derisa të gjykojnë në mosmarrveshjet e tyre, besimtarët në mosmarrveshjet e tyre në atë çfarë ka gjykuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në atë çfarë ka gjykuar Allahu i lartësuar, po ajo pjesa fundit e ajetit e çetat në pa të bukurinë ku thot thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta, që mos ndjejnë ngushtim në gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dhe dorëzohen të nënshtrohen gjykimit të tij. Këtu e shohim ku Allahu i lartësuar i ka udhëzuar besimtarët dhe për këtë ajet ka një rast që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Abdullah ibn Zuberi tregon se një ansar, një burr prej ansarëve e ka padit Zuberin për çështjen e ujitjes së kopshtit të tij. Dhe shkon dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thotë që ansari kërkon tek pejgamberi që t'i lëshon ujin Zuberi, t'i lëshon ujin që t'i vadit atë kopshtin e tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë Zuberit, ujete ti kopshtin tënd, pastaj kur ta mbush atë ujitjen, lëshoj javçinit ansarit. Ndërkohë ansari sikur i duket që ju shkel e drejta atij. Të kush po gjykon? Tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është i përzgjedhur i Allahut. Jet hatri. Dhe thot apo gjykon kështu se është djali hallës tënd, i thot atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mi tregu se çysh është me drejtësi, atëherë i thot Zuberit, thot ujete derisa të ngopet plotësisht. Pastaj i liroja. Edhe në vrikoset dhe i skuqet fyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Abdullah ibn Zuberi tregon se ky ajet ka zbritur në këtë rast. Pra e shohim se ne si besimtar në mënyrë që të gjykojmë me drejtësi duhet të bindemi edhe të jemi rahat në aspektin e gjykimit ndaj Allahut të lartësuar dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdojnë ajete të tjera ku Allah i lartësuar e përmend gjykimin me drejtësi, hoxha dhe pastaj çështjen ndaj kriminalëve, ndaj atë të cilët bëjnë trazira. Qysh vazhdojnë ajetet në vim, a mund të tregosh pak? Po Allah i madhëm pra thot inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Pra thot ne ta kemi zbritur ty librin me të vërtetën që të gjykosh ndërmjet njerëzve sipas asaj që Allahu të ka mësuar, edhe mos u bën mbrojtës i tradhtarëve. Pra i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe për shkakun e zbritjes së këtij ajeti kanë ardhur disa transmetime të cilat në tërësinë e tyre gjasat kanë që më kanë të saktë edhe pse kanë defekte në isnadin e tyre apo në të transmetuesit e tyre, sepse transmetohen direkt tek kjo ngjarje transmetohet nga tabein pa i përmend pra sahabë që transmetojnë këtë, edhe e gjejmë në koleksione të ndryshme, madje te komentatorët e Kuranit thuajse të gjithë e përmendin unanimisht këtë që po duam të thonë si shkak të zbritjes së këtij ajeti ku tregohet se një njeri i quajtur Tu'me ibn Ubejrik, të cilët ishin nga familja Banu Ubejrik, ishte një familje e cila ishte edhe varfër në pasuri, po edhe varfër pak në besime që nëse ishin të luhatshëm, edhe kishin në shenjat e nifakut, apo pra hipokrizis. Prandaj ndodh një ngjarje aty ku
Katade ibn Nu'manit apo xhaxhai i tij i vidhet një prazmore në një transmetime të tjera i vidhet diçka tjetër këtij sahabiu, edhe shkon ankohet tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo kur e marrin vesh që është bu e madhe kjo familje, atëherë don me mbrojt tyrmen pra në bazë disa transmetimeve, edhe shkojnë atë prazmore apo gjën që e kanë vjedhur edhe e hedhin tek dikush tjetër. Shumica e transmetimeve thonë që u kon një hebre i quajtur Zeid, edhe ja kanë hedh atë gjën e vjedhur në oborin e tij apo në pronën e tij. Në transmetimin e Imam Tirmidhiut është që u kon tek një musliman i quajtur Lebid, një sahabi i ndershëm, Allahu qoftë i kënaqur me të. Sidoqoftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast, duke dashur me mbrojt apo me solidarizu me familjen e varfër, duke pas një mendim pozitiv për ta, që këta domethënë po mundohen me i akuzu padrejtisht, nga se Katade ibn Nu'mani pra e drejton gishtin nga Banu Ubejrik. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon edhe i mbron këta. Prandaj Allahu i thotë wala takun lil kha'inina khasima, mos i mbrojtës e atyre të cilat kanë tradhtu besimin tënd. Edhe kjo domethënë pas transmetimeve shumë të është në raport me një hebre. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është urdhëruar nga Allahu i Madhnuar drejt për drejt që më kon i drejt edhe atëherë kur gjykohet një musliman për cilin domethënë nuk dyshohet për Katade ibn Nu'manin apo xhaxhain e tij, edhe në anën tjetër shumica e transmetimeve që është një hebrej i cili u quajt Zeid. Pra ka thënë pejgamberi Allahu i Madhnuar ka thënë mos e mbro hebreu, mirëpo i drejt, gjyko drejt, atëherë domethënë zbulohet kjo çështje edhe me këtë shohim apo del pa drejtësia e cila është domethënë e pa kompromis në raport me gjithkë. Pra, fakti që është i joti, që sot domethënë është ky standard mungon. Nëse është i partisë tem, nëse është i familjes tem, nëse është i qytetit tem, i xhamatit tem, kështu me radhë, ka dalë se vlen rregulla tjera. Ndërkohë që nëse është i huaj ose armiku, domethënë vlen rregulla tjera, e këtë drejtësi, domethënë drejtësi tamam të vërtet e ka instaluar pra Allahu i Madhnuar prej kohësh, edhe nëse dojmë me kon rahat dhe drejt, kjo është rruga e vetme. Prandaj domethënë duhet me pas kujdes secili prej pozicionit ku jeni, që nuk na lejohet me kon të padrejt, pa marrë parasysh ka na anon zemra. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithsesi ka anon zemra se e ka shfaq muslimanin tyrmen në këtë rast. Pra e ka shfaq islamin, falni. Mirpo për ballti u kon hebreu, mirpo përkundër kësaj është urdhëruar që me gjyku drejt, domethënë pa marrë parasysh që u kon në disfavor të një muslimani i cili e ka shfaqur spaku hapur islamin e tij. Pra besimtari duhet të jetë i drejtë pavarësisht rollit e tij që ka, sikur mësues, sikur prind, varësisht ku gjendet, sikur imam një xhamie, varësisht në cilën pozitë ka, duhet të jetë i drejtë në gjykimin e tij dhe të mos jetë gjykim selektiv apo të bëjë ndasi mes të tjerëve. Hoxh, mirësim, e kemi përfund një përmbyllje sikur këtyre gjitha çfarë u thanë deri tani, dhe shumë tjera që nuk u thanë. Sikur të jetë një reflektim i besimit të plot të besimtarit. Në ajet janë disa ajete të bukura në vazhdim të cilat flasin këtë çështje se si besimtari ta plotësoj besimin apo si manifestohet besimi i plot i besimtarit. A mund ta tregosh pak? Ajetin fjalë e ka një shtjellim ndoshta që lyp kohë pak më shumë, mirëpo unë kisha pas dëshirë me shku ka mendimi dietarëve që realisht ajeti drejtohet besimtarëve dhe jo të tjerëve. Ja ledina amenu, ajo që nge besu, besoni. Dhe kjo domethënie është për domethënieve që duhet mu mjell fuqishëm në përkatësinë fetare, se na këtë kemi edhe në Fatiha. Na çdo herë udhëzohemi dhe falemi, dhe pikërisht kur falemi lutemi për udhëzim. Apo në çdo ajet të surës Al-Fatiha përsërisim ihdinas siratal mustaqim, na udhëzon rrugën e drejtë. Dhe kjo si mendësi ose si rrugtim i fetarisë nënkupton që në asnjë rast, në asnjë situatë mos më mendu që kjo është në një përkryer të besimit, po gjithëherë me mëtu me bo më të mira. Saktësisht ajo që keni besu, besoni, domethënë e pranuat besimin fillimisht, tash zhytoni këtë besim. Tash përkryeni këtë besim. Tash kompletoni, se ndoshta e keni pranuar dogmën fillestare, po shumë detaje, shumë gjëra që kanë të bëjnë me më thellësisht nuk i keni kap akoma. Kjo është domethënie e parë që besoj është shumë themelore, për arsye se në saj të saj krijohet një elan, një vullnet i përkushtimit ndaj Allahut që nuk ka të sosur, sepse ndjenja e vet pajtimit edhe vet pëlqimit është ndjenjë shumë shkatërruese domethënë tek besimi. Ajo që keni besu, besoni, domethënë shtoni besimin e juaj, kompletoni atë dhe përsoseni atë.
Dhe përsosja ka të bëjë sidomos kjo pjesa e shkollës, si thirrje e përgjithshme në fe, që duhet me pas një vëmendje të mirëfill që gjithherë me ditë të cila shkollë je. Do të thonë në vitet e para të udhëzimit më kanë këtë shkollë, pastaj kanë kaluar disa vite, më kaluar në shkollë tjetër, pastaj pas disa vite më kaluar në shkollë tjetër. Do të thonë ideja e qëndrimit në një stand edhe në një shkollë edhe në një realitet fetar për gjatë kohë nuk është domosdoshmë e pëlqyeshme, kështu si ide e përgjithshme. Do të thonë Allah subhanahu wa taala i drejtohet për shembull nëse pranumet që janë për besimtarët, kush janë besimtarët aty në ditë, janë më të mirë. Ty më të mirë thuhet bëhen edhe më të mirë. Këto më të përkushtuar thotë bëni edhe më të përkushtuar. E aq më tepër që thuhet ja alladhina aminu billahi wa rasulihi. Po që besojnë në Allahun dhe në tij. Do thonë, çish e beson Allahun, do thonë do të më shtu besimin. E ki pranuar ekzistencën e Allahut, denjësinë e tij për të adhuruar, ta shtoj besimin që tek Allahu më mbështet, tek Allahu më shpresu e kështu me radhë. E ki me njoft me përmjet të emrave të cilësive të tij, po pastaj me ndje më shumë teksa e thirr Allahun, teksa i përgjigjesh Allahut. Këto janë investime dhe me një farë përgjigjen këtë thirrjet Allahut që do thonë me shtu besimin. As më tepër nëse e marrim si që është kafuni i xhuzit, pikërisht edhe nëse e lidhëm me Surën Nisa, do thonë çka kompleton një familje, çka kompleton një bashkësi, çka kompleton një sistem, një shoqëri, kompleton ideja e të bëmjes më të mirës në vazhdimsi. Do thonë vazhdimsi me bë diçka më mirë, mu përmirësu, me reflektu, mu korrigju, me e shtu vlerën. Shpesh do thonë e kena një vlerë caktuar. Për shembull na falmi 5 kohë namaz, apo? Tamam. Merr fond, nuk merr fond. Ndoshta falme, po shpirtënesh shumë pak janë aty. Do të më investu te pjesa shpirtënore. Po pastaj do të më investu te namazi me xhamat. Po pastaj do të më investu për shembull tek nafilet. Po pastaj më investu për shembull në njohjen e domethënieve të lutjeve. Domthon gjithherë ka hapësirë për më bë edhe më i mirë, se vlerë që e ki. Se do të thonë, përqafimi i vlerave nuk është epizodi i fundit. Po është epizodi fillestar i një zinxhiri të pafund ku ti në vazhdimsi mundesh me shtu vlerat dhe më e korrigju. Madje që ta vërtetojmë bashkë këtë çështje çfarë the Allah të shpëloftë. Shohim që hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon që Allahu i lartësuar don veprën e besimtarit që kur ta bën ta përsos në mënyrën më të mirë. Dhe kështu po i afrohemi fundit të këtij xhuzi, duke i përmbledhur gjithë ato tema që i tham. Falenderojmë Allahun e lartësuar së pari për Kur'anin, falenderojmë Allahun e lartësuar për sunetin dhe për imanin. E shohim që besimtari përfiton më së shumti në aspektin e dijes dhe në aspektin e udhëzimeve dhe kërkimit të udhëzimeve nga xhuzet, nga Kur'ani në përgjithësi, është që krahas falënderimit të Allahut, kërkimit t'i jashtoj Allahu ditërinë, duhet që ta përgatis edhe zemrën e tij. Ta përgatis zemrën e tij, se zemra është një kryesë një enë që vendoset dia në të. Dhe kjo zemër duhet të jetë e pastër dhe të ketë qëllime të pastra. Madje e shohim që Allahu i lartësuar i ka qortuar ata hipokrit, të cilët kanë qëndruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë qëndruar me sahabët në mesin e pejgamberit, në shoqërinë më të mirë. Mirë, por çfarë kanë thënë? Kanë thënë pasi që janë nda nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë dëgjuar Kur'anin, kanë thënë madha qala anifa, çfarë tha më herët? Sikur janë bokë nuk po dëgjojnë. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo ka treguar shpalljen siç u ka treguar sahabëve, mirë po dallimi ka qenë te zemra. Pastaj e shohim që Allahu i lartësuar në një ajet thotë: "Walladhina ihtadaw zadahum huda", ata të cilët janë udhëzuar, kanë përgatitur zemrën e tyre me niyete të mira, kanë përfituar nga udhëzimet, kanë përfituar nga xhuzat, nga suret e Kuranit. Kanë qenë ky Kuran ka qenë që Ebu Bekri është Ebu Bekr. Mirë po dallimi është te përgatitja e zemrës. Dhe në fund Allahu thotë: "Wa atahum taqwahum", jo ka shtu udhëzimin, po ju ka dhënë edhe devotshmërinë që ta zbatojnë këtë shpallje dhe këto mësime të cilat i kanë përthith nga fjala e Allahut të lartësuar. Dhe kështu e përmbyllim gjuzin e 5, duke lutur Allahun e lartësuar të na bëjë dobi nga këto çfarë shpjeguam dhe të na i falë lëshimet tona dhe të na jap dije të dobishme. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا